se vapta po të gjerë, Allah gjennet të ti. Të nderuar katundar, mundeni të afroheni përpara të pranishmeve këtu afër. Të dashur mysafir, të respektuar bashkëshatar, të nderuar pjesëmarrës, kam nderin që në emër të banorëve të ZES Qelikaj dhe në emrin të Këshillit Drejtues dhe në emrin tim personal të përshëndes pjesëmarrjen juaj në kurthemelin e xhamisë në ZES Qelikaj. Të dashur të pranishëm, sot për ne është një ditë e veçantë, ditë e cila do të shënohet në historikun tonë dhe të gjithë rrethit për mundin dhe sakrificën me të cilën ne i qasim ndërtimit të një objekti që dëshmon për besimin dhe traditën tonë. Në këtë objekt që na ka munguar dhe u ka munguar gjeneratave para nesh, do të kryen të gjitha lutjet dhe ritet që i parashe Kurani familjar. Në këtë shtëpi që ne sot po hedhim themeljet, ka vend për të gjitha ato që vërtet besojnë dhe këtë shprehin në devotshmërinë e tyre duke e dëshmuar në mënyra të ndryshme. Të nderuar musafir, bashkëshatar dhe të pranishëm, ne Këshilli Organizativ me këtë rast i përshëndesim të gjitha ato të cilët në mënyra të ndryshme na kanë ndihmuar dhe na ndihmojnë si me mjete materiale, fjalë mira dije, duke na uruar sukses dhe punë të mbarë për të ngritur sa më shpejt objektin që do të dëshmojë përcaktimin ton fetar. Ndërtimi një xhamie në këtë mes ka qenë dëshirë e shumë brezave, por sot, fal sakrificës së madhe të mërgjimtarëve tanë, po bëhet realitet. Zoti i shpërbleft të gjitha ato që bën të mundur fillimin e punës në ndërtimin e kësaj xhamie dhe të gjithë të tjerët që do të ndajnë nga pasuria e tyre që ky objekt të përfundojë sa më shpejt. Ideja që në këtë vend të ndërtohet xhami lindi nga nëna jon, e cila gjendet prezent para nesh dhe juve të pranishëm u kisha lutur që një mendim të këtillë dhe të realizuar ta përshëndesim zemërsisht dhe me fjalë sa më të ëmbla e miradije. Pra, Zoti e shpërbleft dhe urof me fjalë sa më të ëmbla. Tani, më lejoni që fjalën t'ja jap Haxhi Shasim Hasanit që na jap informata më të udhësishme rreth projektit realizues. Faleminderit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ju përshëndes me selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Poshtë ata musafirët sot që kanë bërë të mundshëm të jenë prezent këtu. Xhamia, si e shihni këtu, ka përdhejes dhe pjesën e makfirit. Dimenzionet janë 10x12. Kemi para pa në përdhejet për 117 njerëz për namaz të kenë mundësi të falen, të më thonë afër 85 metrë katror, si ashtu edhe makfiri që përban 58 metrë katror për afër 81 vjet. Kjo xhami ka një strukturë në aspektin të pamjes fasadën, si e shikoni ka një strukturë signifikante, të më thonë, e kemi parapar që fasada të ketë një farë strukture të harkut, të katër anët dhe pjesë e hyrjes. Këtu mundën një keni mundësi ma vonë t'i shikoni këta fotografiet që kemi bërë, këtë pamjet edhe brenda si do të duket xhamia. Diçka të veçantë nuk ka këtu. Unë mendoj inshallah kjo xhami do të mbushet me xhamat. Inshallah. Selam aleikum. Faleminderit. Tani e ftoj të marrë fjalën e rastit Hafuz Sabaudin Nuhu të na këndoj Kur'an. Urdhëroni. Bire një shkoma të jo në vetë.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم. Tani fjalën e rastit e merr muftu I Kërçovës, Haxhi Murat Efendi Huseini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعه إلى يوم الدين. Të nderuar të pranishëm,
falenderimet i takojnë vetëm Allahu Gjelleshanuhu, që është krijues i krejt kësaj gjithësie. Paqja dhe shpëtimi qoftë mbi Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij, mbi të gjithë neve në përgjithësi dhe mbi të gjithë ata që do të ndjekin rrugën e Muhammedit alayhi salam deri në ditë të Kiametit. Të nderuar, të pranishëm, u përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, që në gjuhën shqipe do të thotë: mëshira, shpëtimi, mëshira dhe begatit e Allahu Gjelleshanuhu qofshin mbi ju. Të nderuar, të pranishëm, në emër të muftinisë së Kërçovës dhe në emrin tim personal, u përshëndes që të gjithëve që merrni pjesë këtu sot në huadhjen e gur themelit të kësaj xhamie në këtë fshat. Veçanërisht përshëndes përfaqësuesit nga kryesia e Bashkisë Islame, gjithësisht sekretarin general Haxhi Afrim Efendi Tahirin me bashkëpunëtorët e tij. Përshëndes muftiun e muftinisë së Gostivarit Haxhi Shaqir Efendi Fetahun me bashkëpunëtorët e tij. Përshëndes muftiun e Strugës doktor profesor Ferhat Polisin me bashkëpunëtorët e tij. Përshëndes kolegët e mi që marrin pjesë këtu dhe njëkohësisht të gjithëve u përshëndes për këtë pjesëmarrje kaq madhështore këtu në këtë vend. Të nderuar, të pranishëm, në veçanti desha të përshëndes hafizat nga Shkupi, Sabahudin Efendi Nuhiun dhe Gjemail Efendi Nuhiun, që kanë ardhur me një gëzim shumë të madh që me të vërtet pak të madhështojnë këtë tubim këtu në fshatin Zajas. Vëllezër të nderuar, neve jemi mbledh këtu sot në këtë vend që me të vërtet të bëjmë hudhjen e këtij gur themelit të kësaj xhamie të re. Muftinia e Kërçovës, xhamati nderuar, me këtë gur themel që neve e hedhim këtu në këtë vend, numëron 8 xhamia që nuk i ka pas asnjëherë, edhe tash këta 8 xhamia bëhen realitet. Do me thonë, fondi i xhamiave që i kishim dikur 42 xhamia, tash jemi përafërsisht 50 xhami. Me këtë, çka do të thomi? Me këtë neve demonstrojmë, me këtë neve e vërtetojmë se me të vërtet muslimanët e kësaj treve kanë nevojë për xhami. Muslimanët e kësaj muftinie e din veten musliman të mirë, fetar të mirë, dhe me të vërtet duan ta demonstrojnë edhe në praktik atë që neve na urdhnon Kurani Azimushan. Dhe për atë, të nderuar, të pranishëm, inshallah Allahu Gjelleshanuhu të japi që ky gur themel të bëhet realitet sa më shpejt. Dhe në këtë xhami, sikurse në xhami tjera me të vërtet të ndëgjohet ezani Muhammedije, dhe në këtë xhami të hyjnë pjesëtarë të Islamit, veçanërisht rini që të ndëgjojnë fjalën e Allahu Gjelleshanuhu, fjalën e sunetit të pejgamberit alayhis salam, pra hadithet e pejgamberit alayhis salam, dhe në këtë formë me të vërtet jemi nga ata që ta ndëgjojmë ashtu si duhet dhe ta praktikojmë ashtu si duhet Islamin, Kuranin dhe sunetet e pejgamberit alayhis salam. Allahu Gjelleshanuhu në Kuranin Azimushan thot: Esta'idhu billah, bismillah, dhe men adhlemu mimmen iftara ala Allahi l-kadhiba wa huwa yud'a ila l-islam, wallahu la yahdi l-qawme adh-dhalimin. Sadakallahu l-adhim. Thot, kush është ma zullumqari, ma i dëmshmi se ai i cili
i ven iftira Allahu Gjelleshanuhu. Pra, kur neve në xhami dhe në minare të xhamisë praktikuojmë fjalën Allahu Akbar, ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, pra vërtetuem se Allahu është një, e vërtetuem se Muhammedi alayhi salam është i dërguari i Allahut, po ja që pasi Allahu e ka zbrit këta jetë, do me thonë ka pas dhe ka njerëz të cilët mundohen që fjalën e Zotit dhe fjalën e pejgamberit alayhi salam ta zhdukin, ta hjekin pi zemrave të muslimanëve dhe me të vërtet muslimanët të jenë larg nga parimet e fejes islame. Por Allahu Gjeleshanu për të atillët të cilët mundohen t'i ven iftira krijuesit të kësaj gjithësie, që neve që kemi mend, sy, vesh, dëgjojmë, shiqojmë dhe mendojmë, jemi të bindur për një krijues absolut të kësaj gjithësie. Dhe jemi të bindur se ai krijues absolut i kësaj gjithësie ka kriju edhe qenje njerëzore, po qenjes njerëzore i ka dërguar pejgamber, po kështu na dërgoi edhe pejgamberin e fundit Muhammedin alayhis salam. Dhe për atë neve duhet të jemi të bindur në Allahun Gjeleshanuhu, larg atyne që i vendojnë iftira Allahu Gjeleshanuhu për mos ekzistencën e tij, gjithashtu hudhin fjalë të këqija edhe mbi Muhammedin alayhis salam, por neve jemi të bindur se këta xhamia na kanë mbajtur gjallë imanin, islamin, dhe çdo herë kur të tjerit ka thënë se feja u është kështu apo ashtu, imami në xhami ka thënë xhamati muslimin, kushtet e imanit janë 6, amentu billahi ve melaiketihi, edhe më të tje. Pra besojmë në Allahun, besojmë në melaqet, besojmë në pejgamberin, dhe këta janë 6 kushtet e imanit. Ndërsa kushtet e islamit janë këta të 5, dhe në këtë formë neve gjithmonë kemi qenë ata që xhamatin e kemi frymzuar se si t'i ruaj parimet islame. Me këtë shka ne xhamati muslimin ndërtuajmë xhami, dhe ndojmë gur themel dhe demonstruajmë dhe vërtetuajmë se jemi banor autokton të këtyne vendeve dhe asësi nuk lishohen këta vende për shkak se neve ndërtuajmë objekte të cilat flasin se kemi qenë dhe jemi të këtij vendi. Njëkohësisht xhamati nderuar, xhamia e lun atë rol që neve do të na edukuoj në atë frym që neve ta ruajmë islamin, duke ruajtur islamin e ruajmë edhe qenjen tonë kombëtare. Xhamat të nderuar, nuk ka njeri i cili mundet të na bindi pa marrë parasysh çfarë shkencëtari është, që mundet të na bindi se Islami e ka dëmtuar qenjen kombëtare. Islami e ka ruajtur, Islami na ka bue një hendek shumë të madh dhe shumë të vëllë ndërmjet të tjerëve, dhe neve e kemi ruajtur këtë qenjen e jon kombëtare. Për shkak se neve e dim se sa shqiptar kemi pas në Greqi, sa shqiptar kemi pas dikun në Dalmaci dhe në vende tjera, po ja ku është sot që këtu në Afrikë kemi Mavrovën, sa fshatëra i kemi pas, dhe sot kush janë ata dhe si janë deklaruar ata. A neve nuk mundemi deklaruar ndryshe jashtë këta çka jemi. Dhe për atë kjo feja ka qenë ajo që neve na ka mbrojt, edhe xhamia na ka mbrojt, edhe fejen e ka mbrojt, edhe kombin, dhe në këtë formë e lutim Allahun Gjeleshanu edhe më tutje të vazhduem. Dhe kjo xhami të bëhet realitet, dhe kjo xhami të mbushet me xhamat, dhe kjo xhami të vazhdoj të praktikuoj urdhnat islame, traditat islame deri në ditë të Kiametit. Dhe thashtë Allahu Gjeleshanu që ma shpesh herë të tubuemi në kësi manifestimesh, në kësi gëzimesh. Ve selamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Faleminderit, ftoj sekretarin general të Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonish, Haxhi Afrim Efendi Tahiri. Urdhëroni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndershëm vëllezër, i nderuar mufti i Kërçovës, mufti të Gospivarit, Strugës dhe përfaqësues. Walam yakhsha illa Allah, fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Të ndershëm vëllezër, Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu në shumë ajete kuranore ka përmendur çështjen e besimit,
ka përmendur ata të cilët besojnë në të, ka lavdruar besimtarët, dhe më pastaj përmend se të atillët besimtarë janë njerëz të cilët bëjnë vepra të mira. Kurse në ajetin kuranor që e thash para jush, Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanuhu së pari e përmend veprën e mirë, pastaj të njëjtën e lidh me besim në të. Allahu Gjelle Shanuhu thot: Innema ya'muru masajid Allah. Vërtet, ata të cilët ngrisin, ata të cilët ndërtojnë, mbirëmbajnë xhamit të Allahut, janë të cilët besojnë në Allahun dhe besojnë në botën tjetër. Pra të atillët besimtar që ngrisin dhe punojnë, veprojnë, ndërtojnë, besojnë Allahu Gjeleshanuhu dhe të Allahu Gjeleshanuhu nuk duan të shkojnë pa vepra dhe pa punë. Pra besojnë në botën tjetër dhe besojnë gjithashtu se duhet të shkojnë të përgatitur të Allahu fuqiplot. Të atillët gjithashtu kanë kujdes, nga se xhamit nuk ndërtohen vetëm për të parë, por për të mbushur me njerëz dhe për ta kryer misionin e vet xhamia që ka. Dhe ndër misionet kuptohet është ibadeti Allahut fuqiplot. Ata që besojnë, ata që punojnë, duhet dhe t'i luten Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanuhu, ashtu siç i ka urdhëruar në Kur'an dhe ashtu sikur na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të atillët janë të gatshëm edhe materialisht të ndihmojnë, japin zekatin, kështu thot ky ajet kuranor. Walam yakhsha illa Allah. Mu të atillët që i kanë këto vepra dhe që janë të pajisur me besimin që e kërkon Allahu fuqiplot, nuk kanë frikë nga askush tjetër, vetëm nga ai që i ka krijuar, nga Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanuhu. Dhe të gjithë ata besimtarë që i kanë këto veti, fa asa ulaike an yakunu min al-muhtadin, të atillët janë nga të udhëzuarit. Nga ajo që dëgjova nga parafolësit, nga muftiu dhe të tjerët, u bë e qartë se këtu ekziston një interes nga besimtarët për të pasur xhami, vend për t'ju lutur Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanuhu. Tani më lejoni t'u them edhe diçka tjetër. Ne jemi nga bashkësitë islame të rradha, të cilat nuk kemi nevojë me kërku nga besimtarët që të ngrinë iniciativë për ndërtimin e xhamive, nga sa të bëjnë vetë besimtarët. Dhe neve vetëm na lajmërojnë, urdhroni, e jani, ne jemi të gatshëm. Pak vende në Maqedoni ka që ne interesohemi përmes besimtarëve tonë, t'u kujtojmë se duhet të ngrenë iniciativë për të ngritur ndërtuar në një xhami. Pak vende, shumë minimum. Urdhroni dhe ju, besimtarë të nderuar, ecni në për vendet ku banohen me besimtarët, do të na bindin xhamit që janë të ndërtuara viteve të fundit. Kjo nëse dëshmon në diçka, dëshmon se njerëzit tonë janë të interesuar për fenë dhe për objektet e tyre fetare, për xhamit. Tani çfarë na mbetet neve? Na mbetet që të mësojmë më tepër nga ajo çfarë na thon neve brenda xhamisë. Të jemi të interesuar më tepër për mësimet tjera që duhet i marrimi nga xhamia, që të jemi nga ata besimtarë që xhamia neve na jep atë për çfarë edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanuhu ka urdhëruar që ne ata t'i ruajmë, t'i ngrisim dhe t'i ndërtojmë. Vëllezër të nderuar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe lavdron njerëzit të cilët ngrisin xhamit, punojnë për xhamin dhe i mbërmbajnë ato. Muhamedi alaihi salatu wassalam neve na ka mësuar se ata të cilët ndërtojnë xhamin në këtë botë, Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanuhu në botën tjetër do t'u jep xhenetin. Vëllezër të ndershëm, vend parajsa e kësaj bote janë xhamit. Kurse Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanuhu i shpërblef të gjithë ata të cilët lëshojnë vend, sikur kjo nana që gjendet sot para nesh për xhami. Ata që lëshojnë vend për xhami në këtë botë, kanë lëshuar
vend për xhenet në këtë botë. Allahu xhaleshanuhu e shpërbleft me xhenet në botën e ardhshme. Me kaq edhe do ta përfundoj. Lillahi al-Fatiha. Ftoj Hafuz Xhamail Nuhiun me vllaun e tij në fillim të na këndojë një ilahi e pastaj Kur'an. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. O Muhammed oyder guvar, o Muhammed oyder guvar, në këtë fena ke udhëzuar, në këtë fena ke udhëzuar. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah, عليك يا حبيب الله، عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله. Ti Kur'anin në mësovem, ti Kur'anin në mësovem, dhe Islamin në shpjegovem, dhe Islamin në shpjegovem. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. Shumë mundi me përjetovem, shumë mundi me përjetovem, por Islamit ju largovem, por Islamit ju largovem. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah, عليك يا حبيب الله، عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله. O Resul të kujtojmë malti që të patëm imam, prej kur nga kjo bot ke dal biladhis në retezan, prej kur nga kjo bot ke dal biladhis në retezan. Kur ngritem të jap ezanin, malën gjimi më kaplon, e gjithë kjo bot pa Resulin, vetëm shpirtin më ngushton, e gjithë kjo bot pa Resulin, vetëm shpirtin më ngushton. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah, Ya Nabi Allah. Vjen Omeri me Ubejdin, Elusin me Lot nësi, o Bilal thire
nebim O Bilal thire zanin Let gëzohet aj nebim Për mbi kuc Bilali lashon Zërin e tin madhën gjim Qdo ashab tani loton Nga kujtimet që ju vin Qdo ashab tani loton Nga kujtimet që ju vin Ja رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
وكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Faleminderoj hafizat nga Shkupi me zërin e tyre të bukur, e tash ftoj muftun e Gosivarit, Haxhi Shaqir Efendi Fetahun, të këndoj një ashere dhe të bëj duvan e gurthemelit. آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خصص بعمارة المساجد من آمن بالله Amin. الحمد لله الذي أمر خليله ببناء بيت الله ووفقنا باقتفاء آثار رسل الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي وعد بيتا في الجنة لمن بنى مسجدا لله وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يقومون ببناء بيت الله Vetëm ty të falenderojmë, o i madhe Zot, krijuesi gjithçkafit, bamirës i pakufishëm. Lavdi të qoftë ty, o i madhe Zot, që na inspirove neve në këtë udhëzim të lartë për ndërtimin e tempullit të shenjtë, faltores tënde, ku do të bëjmë për ulësinë tonë ndaj teje. Ty të falenderojmë, o i madhe Zot, që dërgove Muhammedin a.s. pejgamberin tënd për të na udhëzuar në rrugën e drejtë. Andaj salavatet dhe bekimet qofshin mbi Muhammedin a.s. I cili i pari vendosi kur themelin e xhamisë së parë në historinë e pjesëtarëve të Islamit. Dhe njëherë të na porositi t'i vazhdojmë këto vepra të larta, duke na thënë se vendet më të dashura janë xhamit. Qofshi kënaqur me të gjithë gjeneratat që kaluan para nesh në veçanti me shokët e Muhamedit a.s. të cilët në përpikshmëri ndoqën porositë e Muhamedit a.s. O i madhe Zot, jemi të buar sot në këtë vend dhe në këtë kohë, të shprehim gëzimin ton,
dhe njëherit të dëshmojmë për një vepër të madhe për fillimin e ndërtimit të xhamisë së re në këtë vend. Andaj të lutemi o i madhi Zot, në këtë nisën të mbarë, na jep iman të paluhatshëm, vullnet të fortë, na jep bujari të pakufishme dhe na jep aftësi dhe mundësi që të mos kursejmë fjalët tona të mira për këtë nisën të mbarë. E në veçanti na jep bujari që të ndajmë atë që është më e shtrejtë për ne, pasurinë tonë, që të ndërtojmë këtë xhami. O i madhe Zot, na mundëso që këtë xhami sa më shpejt ta përfundojmë dhe sa më shpejt ta fusim në funksion, dhe le të jetë kjo xhami qendër e edukimit ton të përgjithshëm. Bëre këtë vend të tolerancës në mes nesh dhe tjerëve, bëre këtë qendër të dijes dhe ilmit, bëre këtë qendër të lidhshmërisë së zemrave tona, bëre këtë qendër të forcimit të unitetit ton, e mbi të gjitha bëre këtë qendër ku do të edukohemi që të aftësohemi të jemi bartës të fatit të fesë ton, vatanit dhe kombet ton. Andaj të lutemi o i madhe Zot, bekoje këtë vepër të madhe dhe mundëso që sa më lehtë ta përfundojmë. O i madhe Zot, ndihmoj njerëzit të kenë besim të paluhatshëm, të kenë fjalë të mira, hapu zemrat besimtarve të ndihmojnë kësaj vepre të madhe. Amen. Dhe shpërblej ata me shpërblimet e tia të pakufishme. Amen. E në veçanti shpërblej këtë nënën ton, e cila e para nisi këtë vepër të madhe dhe tregoi shembull se si duhet të kontribohet për ndërtimin e xhamive dhe veprave tua të mëdha. Amen. O i madhi Zot, gjatë kësaj vepre të madhe, mos lejo shejtanin e mallkuar të fusë vezveset në mendjet tona dhe në punët tona. Na jep fuqi o i madhe Zot, që shejtanit të mallkuar ta largojmë nga vezveset që mund t'i jep ai, dhe na bër për atyre që gjithmonë të jemi në shërbim të rrugës tënde dhe fjalëve të Muhammedit alayhi salatu wassalam. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب. جزا الله عنا نبينا وسيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رضاء لله. الفاتحة. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesit e Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonisë të bëjnë udhjen e kurthemelit, e pasi të hudhen kurthemeli, të gjithëve të pranishëm u ftoj të merrni pjesë në drekën solemne të restoranti Holiday. Bashkërisht ne të pranishëm përshëndesim TV Uskan. Faleminderit. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Poi già visto più pare.
Tá bom, Zé? Quando non ma sui non morre nel tornato.